mirë se vini në Euronews Albania. Do ndalemi në këtë mëngjes të flasim për rezultatin e zgjedhjeve në 5 bashki. Tashmë është përfunduar procesi i numërimit në të gjitha bashkitë ku votua ditën e dieshme në Shqipëri. Në bashkinë e Matit ishte e fundit, e cila përfundoi edhe procesin e numërimit të votave. Do të shohim pak rezultatin e paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku janë numëruar 47 qendrat e votimit nga 47 në total, dhe në bazë të këtij rezultati, kandidati i Partisë Socialiste ka fituar 66.54% të votave, apo 7.425, ndërkohë kandidati i mbështetur nga Partia Demokratike ka marrë vetëm 28% të votave, dhe kandidatja e pavarur e propozuar nga zgjedhësit ka marrë 4.92% të votave. Kjo është rezultati paraqitur në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Sa i përket rezultatit në bashkinë e Matit, Sara Demushi do t'jetë me mua në këtë lidhje të drejtë për drejtë për të na sjellë edhe informacionet e fundit. Çfarë po ndodh në këto momente në bashkinë Mat? Sara, mirëmëngjes. Altin Bojni është zyrtarisht kryetari i Bashkisë së Matit, i zgjedhur me një rezultat të bindshëm në kundërshtim ndaj kundërshtarit të tij, ku në fakt ai ka arritur të sigurojë 7.425 vota, ndërsa kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita Eduard Brahilika ka arritur të sigurojë 3.184 vota, ndërsa kandidatja e pavarur Suzana Pasha 529 vota. Në momentin që ka përfunduar procesi i numërimit, është pritur me ovacione edhe fitoria e tashmë Altin Bojnit, i cili është tashmë kryetari i Bashkisë së Matit, i cili do të jetë për një mandat të shkurtër prej një viti e gjysmë, gjatë mbrëmjes së shkuar që prej orës 22:30 minuta, kur ka nisur edhe procesi i numërimit, në fakt ka qenë bashkia e fundit e cila ka nisur procesin e numërimit duke nisur nga largësia që kanë pasur edhe njësitë administrative për të mbërritur 47 kutitë e votimit, dhe që prej orës 22:30 minuta deri në orën 7, kur edhe është shpallur rezultati, nuk ka pasur për asnjë moment ndërprerje të këtij procesit deri në rezultatin final. Por për të ndalur ndërkohë nga ana tjetër, edhe tek profili tashmë i kryetarit të bashkisë Altin Bojni, ku në fakt ai vjen nga një karrierë e gjatë në administratën publike, ku më herët ka drejtuar postën IEVP-n e Burrelit, dhe së fundmi gjithashtu ka drejtuar edhe drejtorinë e shëndetit publik në Mat, dhe nga ana tjetër ka qenë edhe kryetari i Këshillit Bashkiak. Siç e theksova, ai ka pikërisht edhe administrata publike ka qenë ajo primare e tij gjatë karrierës së tij. Gjithashtu pas rezultatit të përfundimtar, ai ka pasur edhe një komunikim për mediat, ku është shprehur se votbesimin e qytetarëve matjan do e përkthej në punë tashmë në këtë mandat, edhe pse të shkurtër, por ai është i përkushtuar për realizimin e të gjitha objektivave, të paktën në të gjitha objektivat që ka shprehur gjatë kësaj fushate të bërë në qytetin e Matit, ndërsa sa i përket nga ana tjetër në bashkinë e Matit, ndërsa sa i përket përqindjes në cilën pjesëmarrjes së kësaj bashkie, duke u bërë kështu gjithashtu edhe bashkia e cila ka pasur pjesëmarrjen më të madhe për bashkinë e Matit, ku ka qenë rreth 42% pjesëmarrja e qytetarëve të cilët ditën e dieshme janë drejtuar kutive të votimit, edhe pse jo në kushte të favorshme, duke u nisur nga kushtet atmosferike. Sara, ka pasur reagime nga Partia Demokratike për këtë rezultat të dobët të kandidatit të tyre? Ka pasur ndonjë qëndrim prej tyre, ndonjë koment? Gjithashtu edhe kandidati i pavarur i mbështetur nga opozita, që prej nisjes së procesit të numërimit ka qenë i pranishëm në KZAZ, por në fakt në momentin që është shpallur rezultati nuk ka pranuar të ketë një komunikim për mediat, por është larguar menjëherë nga KZAZ-ja. Dhe deri në këtë momente që ne jemi në këtë komunikim të drejtë për drejtë, nuk ka asnjë reagim sa i përket rezultatit në këtë bashki apo ndonjë pretendimi për cilën ditën e dieshme edhe në një komunikim të drejt për drejt pas përfundimit të votimit ka pasur pretendime sa i përket krimeve zgjedhore. Tashmë mbetet për të parë më pas nga instancat ligjzbatuese sa i përket të gjitha pretendimeve, nëse ka pasur kallëzime për krime zgjedhore apo jo. Mirë, faleminderit Sara. Ne në fakt dëgjojmë pak çfarë tha edhe kandidati socialist, i cili rezulton dhe fituesi këtyre zgjedhjeve për Bashkinë e Matit.
Ne me gjithë këtë mbështetje që ne ka dhënë gjithë banorët e Bashkisë së Madhe, është një përgjegjësi e madhe që duhet ta përkthejmë në shumë punë për gjithë komunitetin tonë. Që punët e mira të mos dalin në të ardhmen jonë të jetë shumë e mirë dhe të vazhdojmë me këtë ritëm, me këtë ritëm dhe vazhdojmë përpara që bashkia jonë të ketë një zhvillim sa më të mirë. Mirë, kalojmë në një tjetër bashki, do të kalojmë në bashkinë e Beratit. Dy kandidatë ishin përballë njëri tjetrit, Ervin Ceca i Partisë Socialiste dhe Pavlo Shkarpa, një kandidat i pavarur, por i mbështetur nga ana e Partisë Demokratike. Ka qenë kjo strategjia e Partisë Demokratike në këtë zgjedhje për të mbështetur kandidatët e pavarur. Ardit Hoxha është në këtë lidhje të drejt për drejt për të na dhënë edhe rezultatet e fundit nga kjo bashki. Ardit, mirëmëngjes. Mirë, rezultatet përfundimtare dhe komentet e para që kanë ardhur nga të dy kampet. Siç duket, Berati në këto zgjedhje të pjeshme për bashkinë, për kryetarin e bashkisë e ka thyer dhe rekordin e Tepelenës, pasi nga të pesta bashkit ku u garua ditën e djeshme, pra sa mund quhet garë. Në fakt, kandidati i Partisë Socialiste Ervin Ceca ka marrë një rezultat të thellë, mbi 83% të votave, 83 presë 35% të votave për të qenë konciz, dhe kandidati i opozitës, zoti Pavlo Shkarpa, ka arritur marrë vetëm 16 presje 65% të votave. Ka qenë një rezultat dhe një fitore që në fakt që në ditën e parë kur ka nisur procesi i votimit nuk është se është diskutuar për zotin Ceca, e vetmja gjë që kishte një lloj kurioziteti ishin pikërisht shifrat e fitores të cilën kandidati socialist do të merrte përballë kandidatit të opozitës, dhe ka rezultuar në fakt që ajo të jetë fitoria më e thellë që Partia Socialiste merr në këto zgjedhje në të pesta bashkit. Në fakt, përgjatë procesit të numërimit Esmeralda kemi parë që në disa kuti votimi rezultati i kutive ka qenë shkonte edhe në 95% apo 90% në favor të kandidatit Partisë Socialiste, çka tregon që për një mbështetje masive të tij në radhë të parë dhe në radhë të dytë për një lloj bojkoti nga ana e votuesve opozitar, të cilët nuk kanë dalë për të mbështetur dhe për të votuar zotin Pavlo Shkarpa, i vetë propozuar ose po themi i propozuar si kandidat i pavarur, por që në letra të paktën kishte mbështetjen e Partisë Demokratike. Pastaj se sa konkrete kjo ishte në rezultatin që ai mori ditën e djeshme, ka diskutim dhe ka pikpyetje të mëdha. Kjo sa i takon rezultatit në një vështrim të përgjithshëm, ndërkohë sa i takon deklarimeve dhe qëndrimeve të para pas mbylljes së procesit të numërimit të votave, i cili ka zgjatur rreth orës 3 të mëngjesit të ditës së sotme, pasi vazhdoi me ritme goxha të shpejta. I vetmi që ka reaguar të paktën deri në këtë moment është kandidati ose kryetari i ri i Bashkisë së Beratit, zoti Ervin Ceca, i cili në një postim të vetëm pak minuta më parë në rrjetet sociale fillimisht falenderon të gjithë qytetarët e Beratit që morën pjesë në këtë proces votimi të ditës së djeshme, 13.050 votuesit që votuan dje, dhe zotohet se ky mandat të cilin ai e ka marrë dhe për po themi 16 apo 17 muajt në vazhdim deri kur do të jenë zgjedhjet e rregullta bashkiake të 2027, do të jetë një mandat të cilit ai do t'i shërbej Beratit dhe cili do çdo qytetari të Bashkisë së Beratit pa dallime politike, pra nëse kanë mbështetur apo nuk e kanë mbështetur në këtë garë zgjedhore që zoti Ceca e fitoi gjatë ditës së djeshme. Po, Esmeralda. Nga kampi i Partisë Demokratike, ndonjë reagim, ndonjë qëndrim për shifrat, për pjesëmarrjen, për mbështetjen? Nuk ka pasur të paktën deri në këto momente, nuk kam informacion që të ketë pasur reagim qoftë nga zoti Pavlo Shkarpa, kandidat i Partisë Demokratike, ose mësa kandidat i pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike në këtë zgjedhje, por as nga zyrtar dhe drejtues të Partisë Demokratike për Beratin. Ajo që dua të theksoj në këtë drejtim, Esmeralda, që më ka bërë përshtypje në fakt në eksperiencën zgjedhore që kemi tashmë
të mbulimit jo vetëm në Shqipëri, por ndoshta edhe në Gjerb ka përshtypje mungesa pothuajse totale e drejtuesve të Partisë Demokratike për Beratin, duke nisur që nga drejtuesi politik apo edhe deputeti. Zia Ismaili ky fundit në fakt ka qenë për disa minuta fillimisht kur ka nisur procesi numërimit të votave në KZAZ-n numër 67 dhe më pas nuk ka pasur po themi përfaqësi të lartë me përjashtim të pak vëzhguesve të cilët ndoqën procesin deri në farpike, më pas sigurisht janë larguar pasi nuk është se kishte sens, pasi sigurisht se e thash, pas çdo kutie që hape, i vetmi kuriozitet ishte nëse diferenca mes cecës dhe shkarpës do të ishte 80, 90 apo 70%. E kuptoj. Mirë, Ardit, të falenderoj atë për këtë raportime dhe për punën e gjithë ditës së dieshme, se pavarësisht rezultateve, pavarësisht pjesëmarrjes, në fakt gazetarët kanë qenë të detyruar të bëjnë të njëjtën punë si në një proces normal zgjedhor, dhe gazetarët kanë qenë gjatë gjithë ditës së dieshme deri në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe vazhdojnë edhe në mëngjesin e sotëm të raportojnë nga të gjitha bashkitë ku është votuar 5 prej tyre në Shqipëri ditën e dieshme. Nga Berati do të shkojmë në një tjetër bashki, do të shkojmë në Tepelen, edhe atje ka përfunduar procesi i numërimit të votave. Tashmë është shpallur edhe fituesi. 2 kandidatë ishin në garë, Gramos Sako nga Partia Socialiste dhe Gabriel Guma, një kandidat i pavarur, por i mbështetur nga Partia Demokratike. Blerim Kore do të jetë me mua në këtë lidhje të drejt për drejt për të na sjellë edhe informacionet e fundit që vijnë nga Tepelena. Blerim, mirëmëngjes. Ka përfunduar i gjithë procesi atje? Mëngjes, Esmeralda, përshëndetje. Po, atëherë rreth orës 5 të mëngjesit duke u dhirë dita e sotme, ka përfunduar procesi i numërimit të votave në qendrën e numërimit të vendosur në mjediset e KZAZ-s numër 80 në mjediset e Pallatit të Kulturës Mustafa Matohiti në Tepelen. Dhe tashmë mund të themi se Gramos Sako i Partisë Socialiste është fitues i zgjedhjeve të pjesëme vendore të 9 nëntorit për këtë bashki. Në përfundim të procesit të numërimit, Sako regjistroi 3261 vota, ose 77.85%, kundrejt Gabriel Gumës, kandidati pavarur i mbështetur nga forcat opozitare, i cili regjistroi 928 vota, ose 22.15%, ndërkohë 102 vota u shpallën të pavlefshme. Në përfundim të procesit të numërimit dhe në deklaratat e përcjellta për median, Sako ka shprehur se pikërisht këto votat e elektoratit ai do t'i përkthejë në zhvillim social-ekonomik për bashkinë e Tepelenës, ndërkohë që nga ana e tij kandidati i pavarur Gabriel Guma ka pohuar se nuk është thjesht një humbje e tij, po është humbje shanseve dhe mundësive për zhvillimin e mëtejshëm të Tepelenës. Pra këto zgjedhje ai nuk i ka quajtur humbje në këto zgjedhje, ai nuk e ka quajtur thjesht humbje personale të tij, po humbje të një mundësie perspektive për bashkinë e Tepelenës. Ndonjë reagim nga Partia Demokratike për këtë rezultat të zgjedhjeve nga drejtuesi politik apo funksionarë të tjerë? Jo, përveç kandidatit, ashtu siç pohova, përveç kandidatit Guma, i cili u prononcua pas përfundimit të numërimit të votave, deri tani nuk kemi prononcim tjetër nga strukturat e Partisë Demokratike lokale. Mirë, faleminderit shumë Blerim, ndërkohë që ne ndjekim pak çfarë tha kandidati fitues tashmë i këtyre zgjedhjeve, kandidati i Partisë Socialiste Sako. Pasi fushate të shkurtër, po një fushat model, një votim që u pa dhe në jurin të sotme në një kohë me rreshje të shumta, po qytetarët dolën, votuan dhe shprehën vullnetin e tyre. Tani na lind ne detyrimi kryesor i imi që t'i shërbej qytetarëve për punët e nisura, për ato që kemi projekte për mirënjohje pafund për qytetarët e Tepelenës, mirënjohje për Partinë Socialiste që kishte përcaktuar fitoren që në dita e parë që u ka marrë këtu dhe deri tani. Mirë, vim afër kryeqytetit, ndalemi pak në bashkinë e Cërikut, edhe aty janë zhvilluar zgjedhje për bashkinë ditën e dieshme, pasi kryebashkiaku i Cërikut mori postin e ministrit. Në garë ishin 3 kandidatë në bashkinë e Cërikut, Florencë Doka i Partisë Socialiste, Amarildo Hoxha, kandidati pavarur i mbështetur nga Partia Demokratike, dhe Eligert Hima nga Shqipëria bëhet. Kam Edlira Xherin në këtë lidhje të drejt për drejt për informacionet e fundit nga Cëriku. Edlira, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Esmeralda. Atëherë, edhe një lutem rezultat. Ka përfunduar në fakt numërimi këtu në bashkinë e Cërikut.
Rreth orës 4 të mëngjesit ka përfunduar e gjithë numërimi këtu në Bashkinë e Cerikut në KZZ 47, ku ishin 57 kuti për të numëruar. Ishte një numërim me ritme të shpejta, dhe ajo që ranë sy që në kutit e para ishte padyshim rezultati që Florenc Doko do ta fitonte këtë bashki dhe do ta drejtonte atë edhe në 2 vitet e ardhshme deri në zgjedhjet e 2027. Ka dalë me një avantazh të jetë madh sa i përket 2 kandidatëve të tjerë me rreth 4900 vota plus, dhe në total ka arritur të marrë 66.22% të votave në gjithë Bashkinë e Cerikut. Lën theksohet se kandidati Florenc Doko vjen nga një punë e njohur në qytetin e Cerikut, dhe kjo ndoshta e ka bërë që të ketë përkrahjen e qytetarëve të Cerikut, pasi është marrë me çështje sociale dhe padyshim ka qenë edhe kryetari komanduar i Bashkisë së Cerikut, pasi Andi Salla u emërua ministër i bujqësisë. Megjithatë, për shkak të gjithë entuziazmit që në kutit e para, në momentin që është shpallur rreth orës 4 të mëngjesit dhe është shpallur fitues dhe kam numëruar kutin e fundit, Florenc Doko nuk ka qenë i pranishëm. Megjithatë, entuziazmi është parë tek numëruesit dhe padyshim që fitoria ka qenë e pritur edhe nga ata, duke parë se si shkoi gjithë numërimi. Nuk kemi akoma një reagim nga zoti Doko për gjithë fitoren që morin në qytetin e Cerikut, dhe vlen theksohet se kandidatët e tjerë arritën të fitonin sa i përket Amarildo Hoxhës vetëm 20.16% në numër total votash 1888, duhet theksuar që një numër relativisht i vogël për krahas për Amarildo, ndërkohë që Eligert Hima ka arritur të marrë 13.62%, 1275 vota. Vlen theksohet se përpjekja e të 3 kandidatëve ishte e madhe, të paktën në 2 javët e fundit, për të bindur qytetarët e Cerikut me programet e tyre se si do t'i drejtonin apo çfarë do t'i ofronin ata në 2 vitet e ardhshme Bashkisë së Cerikut. Megjithatë, pesimizmi ka qenë i madh dhe në këtë bashki ka pasur një pjesëmarrje të vogël krahasuar me vitin 2023. Në shifra konkrete ka pasur rreth 8108 votues, ndërkohë që krahasuar me zgjedhjet lokale të vitit 2023 në këtë bashki kanë votuar rreth 12.000 qytetarë nga numri total i qytetarëve të cilët kanë të drejtë vote, i cila është 38.740. Pra një shifër relativisht e gëll në përqindje e rreth 28% të qytetarëve të Cerikut janë drejtuar kutive të votimit, dhe sa i përket grup moshës më të madhe, e cila ka ardhur dhe është shprehur të drejtën e tyre për t'i drejtuar në vitet në vijim, janë grup mosha plus 65 vjeç, të cilët ne her pas here edhe ditën e djeshme ju kemi sjell deklaratat të tyre, të cilët presin që të ketë më shumë shërbime për ta, më tepër çështje sociale dhe padyshim edhe për kraje. Teksa i pyesnim ne që bashkia lokale nuk ka fonde që t'i rrisi pensionet, sërish ata shpresonin shumë që me mbështetjen e qeverisë lart, ai që do t'i drejtonte në Bashkinë e Cerikut do të mund t'i ndihmonte më tepër tek çështjet sociale. Padyshim që duhet theksuar që Bashkia e Cerikut është një bashki e vogël krahasuar me bashkitë e tjera, dhe ata që kanë nevojë qytetarët e Cerikut janë gjëra sociale apo qoftë edhe rritje pensione, gjë që nuk e bën bashkia. Megjithatë, ata e kanë shpresuar dhe për këtë arsye e kanë vënë votën edhe Florenc Dokos, i cili do t'i drejtojë ata në 2 vitet në vijim. Nëse ka kohë dhe më lejon, mund të bëj një krahasim apo një historik të shkurtër të asaj që ka ndodhur në Bashkinë e Cerikut sa i përket historikut. Rreth 2015 deri në 2019 në Bashkinë e Cerikut e ka drejtuar Altin Toska, i cili i përket lëvizje socialiste për intrigim, ndërkohë që nga 2019 deri në 2025, kur Andi Salla u emërua ministër i bujqësisë, e ka drejtuar Partia Socialiste, dhe në këto 2 vitet në vijim do drejtohet nga Florenc Doko, po i Partisë Socialiste. Falenderoj shumë. Ditë të mbarë, ndërkohë që do të zhvendosemi nga Ceriku, do të shkojmë në Vlorë, një bashki shumë e rëndësishme edhe për shkak të potencialit të saj ekonomik, pozicionit të saj geografik, por edhe numrit të banorëve dhe votuesve të saj, por ditën e djeshme duket se i dha një leksion të madh të gjithë klasës politike në Shqipëri. Qytetarët e Vlorës masivisht i bojkotuan zgjedhjet e djeshme në këtë bashki ku pati 3 kandidatë,
kandidatja e Partisë Socialiste, Brunilda Mersini, Dionis Sota, një kandidat i pavarur, i mbështetur nga Partia Demokratike, dhe Gjergj Nika, kandidat i pavarur. Algert Arizi është me mua në këtë lidhje të drejt për drejt nga Vlora, për të marrë edhe një rezultatin përfundimtar të atyre qytetarëve që edhe dje ushtruan të drejtën e tyre të votës, por edhe komente nëse ka pasur nga kampe të ndryshme politike. Algert, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, si që e thatë dhe ju, Vlora tashmë zgjuar me një kryetare të re bashkie, ajo është zonja Brunilda Mersini, e para femër që drejtojnë dhe do drejtojnë bashkinë e Vlorës. Si që e thatë, problemi dhe procesi i numërimit të votave shkoj pa probleme në qytetin e Vlorës, mbaruan ato hallë dhe mos interesimi i lartë i qytetarëve, procesi eci me ritme shumë të shpejta, mund të themi rreth orës 02:15 minuta është përfunduar i gjithë procesi në të 4 KZZ të qytetit të Vlorës, ku nga rezultatet u shpall fituese zonja Brunilda Mersini. Ajo fitoi me një vot 15.672 vota, kurse kandidati Dionis Sota pati 2.333 vota, zoti Gjergj Nika mori 1.975 vota, kurse të pavleshme ishin 1.153. Ishte një numër i lartë dhe i fletëve të pavleshme. Gjithashtu, kutia e fundit mund të themi që u prit me entuziazm në Pallatin e Sportit, atu ishin të pranishëm përfaqësuesit më të lartë të Partisë Socialiste, i deleguari zoti Çuçi, gjithashtu zoti Vëngu, kandidatja Mersini, gjithashtu kryetari i Partisë Socialiste, zoti Kaso, dhe të gjithë simpatizantët e Partisë Socialiste e pritën me entuziazm numërimin e kutisë të fundit, dhe në momentet e përfundimit ata duartrokitën dhe gëzuan dhe festuan për pak minuta. Pas festës, ata gjithashtu dhanë dhe një deklarat për media, në momentet e para ajo që zonja Mersini që emocionuar dhe u shpreh se këtë fitore ja dedikon Partisë Socialiste. Ajo tashmë ka shprehur se do jetë në gatishmëri për qytetin e Vlorës, pritet vetëm certifikimi i rezultatit, dhe nga informacionet që kemi dhe nga të dy kandidatët e tjerë, dhe ne i patëm dhe në lidhje direkte mbrëmjen e dieshme, kur rezultati po duke fitoria e zonjës Mersini, nuk ishin kundërshtime, ishin dhe të pyetur dhe nga mua, pranuan që do ta pranornin rezultatin dhe nuk do ketë kundërshtime të këtij të rezultati, dhe tashmë pritet vetëm certifikimi dhe shpallja dhe vendosja në detyrë e zonjës Mersini. Gjithashtu dhe zoti Çuçi ka patur një deklarat pas përfundimit të kutisë fundit, dhe ai është shprehur entuziazëm për këtë vot. Ai ka thënë që është një rezultat mjaft i mirë në pjesën e përqindjes dhe fitores të thellë që pati zonja Mersini, se me sa kemi informacion bet fjalë për mbi 80% të votave që ajo ka marrë për Bashkinë Vlorë, dhe tashmë ka patur disa faktor, ka thënë ai, për këtë mos pjesëmarrje të qytetarëve të Vlorës. Tashmë do kalojnë në një analizë të mëteshme dhe Partia Socialiste për këtë rezultat, dhe për të parë dhe faktorët që ndikuan dhe mos vajtjen e qytetarëve në qendrat e votimit. Tashmë mund të themi që Vlora do gëzoj një kryetare të re bashkie, dhe presim punët e kësaj kryetares të re tani, zonjës Mersini, që duke filluar nga certifikimi që do japin KQZ-ja të vazhdojnë punën. E kuptoj, ndonjë reagim nga Partia Demokratike, nga strukturat e kësaj partie në qytetin e Vlorës, përveç kandidatit të mbështetur prej tyre? Ka pasur dje pjesëmarrje të tyre, ka pasur prani të tyre, reagime nga ata? Nuk ka patur asnjë reagim nga Partia Demokratike e Vlorës deri në këto momente, dhe mbrëmjen e dieshme kanë qenë vetëm ata përfaqësues që kanë qenë në pjesën e grupeve të numërimit të votave, nuk kanë patur në pjesët e ambienteve, ku në të 4 KZZ që unë kam qenë prezente, nuk kanë qenë drejtuesit e lartë të Partisë Demokratike Vlorë. Ata qenë në momentin e parë kur u dorëzuan kutit, kanë qenë ambientet përreth ambienteve të KZZ-ve, por në pjesën e numërimit nuk është se kanë vënë re përfaqësuesit e lartë të Partisë Demokratike. Ka qenë vetëm zoti Sota dhe zoti Nika që kanë qenë prezent për të parë votat e tyre dhe për të kontrolluar ato vota në të 4 KZZ, dhe kontrollin e këtyre situatës nuk është se ka patur përfaqësues nga Partia Demokratike. Mirë, faleminderit Algert.
Ndërkohë ndjekim pak çfarë tha kandidatja e Partisë Socialiste fituese e zgjedhjeve tashmë në Bashkinë e Vlorës. Jeni e kënaqur me pjesëmarrjen? Absolutisht po. Pjesëmarrja prodhon fiton. Do doni të ishte më lart? Kjo është një gjë relative. Në momentin që ka një fitore, gjithmonë ka një analizë, por e rëndësishme është gjithmonë fitore. Pas e fitore një premtim për qytetarët e Vlorës? Ashtu siç kam takuar çdo qytetar të Vlorës, do të jemi njëri i përkushtuar dhe me ndjeshmëri për qytetin. Unë jam i gruaj që vjen nga rrugët e qytetit, i njoh ritmin e tij, njoh energjinë e tij, njerëzit e tij dhe kështu do vazhdoj. Zonja Mersini, emocion sonte? Emocion patjetër. Ku ja dedikon fitore? Partia Socialiste. Po gara me kundërshtarët si u duk? Çfarë keni për kundërshtar? Gara është garë, kam respekt për dy qytetarët e mi, janë dy bashkëqytetarët e Vlorës që nesër mund të jenë kolegë në dyert e bashkisë, Gjeshi Shantari është bashkiak dhe pa diskutim do të kemi takime të përditshme, edhe Dionisi vjen nga bota e biznesit. Zoti Qyshi, a është pjesëmarrja ndoshta një mesazh për Partinë Socialiste për të reflektuar? Jo, nuk mendoj kështu. Ju e patë që edhe nga përqindja e votave ishte sigurisht ishin socialistët që kishin dalë për votuar. Pjesëmarrja varet nga shumë fenomene që lidhen me faktin që ishin zgjedhje të pjesshme, që ishin pa këshilltar që me të proprietar, që ishin zgjedhje që nuk ishin një kundërshtar të fortë dhe kur je pa kundërshtar si një ndeshje futbolli që kur s'ke kundërshtar stadiumi. Mirë, dëgjuam edhe këto prononcime, nuk e ka quajtur fare problematike pjesëmarrjen, drejtuesi politik i Partisë Socialiste në Bashkinë e Vlorës, ndoshta kjo do të mbetet në një analizë për të parë në orët apo ditët në vijim, vërtet çfarë ndodhi me këto zgjedhje në 5 bashki? Cila ishte strategjia e Partisë Demokratike me këto zgjedhje, me kandidat të pavarur? Çfarë ndryshon nga bojkoti me disa kandidat që as nuk shohim drejtuesit e tyre që të qëndrojnë në krah gjatë ditës së zgjedhjeve, por edhe bojkoti masiv i qytetarëve? Janë lodhur nga politika apo këto zgjedhje nuk ofruan asgjë për ta? Kjo mbetet një analizë që ne do ta ndjekim në orët dhe ditët në vijim, por për të mbyllur këtë blok të gjithë asaj çfarë ndodhi me zgjedhjet e 5 bashkive, risjen edhe një herë në vëmendje rezultatet tashmë të publikuara në faqen zyrtare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, duke nisur me Bashkinë e Matit, ku ishin 3 kandidatë në garë: Altin Bojni i Partisë Socialiste, i cili mori 7.425 vota ose 66.54%, Eduard Brahilika, kandidat i mbështetur nga Partia Demokratike që mori 3.184 vota, apo 28.5%, dhe Suzana Tahir Pasha, kandidate e pavarur që mori 529 vota, apo 4.92%. Për të kaluar në një tjetër bashki, në Bashkinë e Cërikut, ku edhe në këtë bashki në garë ishin 3 kandidat. Eligert Hima i Shqipëria Bëhen, i cili mori 13% të votave, 1.275 vota. Amarildo Sherif Hoxha, kandidat i mbështetur nga Partia Demokratike, që mori 1.888 vota, apo 20%, dhe Florence Doka, kandidati i Partisë Socialiste, që mori 6.201 vota, apo 66% të gjitha votave. Për të kaluar në Bashkinë e Beratit, ku në garë ishin 2 kandidat. Ervin Ceca i Partisë Socialiste, i cili mori 13.050 vota, apo 83%, përballë Pavlo Shkarpës, kandidati të mbështetur nga Partia Demokratike, që mori 2.607 vota, apo 16%. Për të kaluar në Bashkinë e Vlorës, ku ishin 3 kandidat në garë: Brunilda Mersini e Partisë Socialiste, e cila mori 15.672 vota, apo 78%, më pas Dionis Sota, kandidati mbështetur nga Partia Demokratike, që mori 2.333 vota, apo 11%, dhe Gjergji Nika, kandidati i pavarur, që mori 1.975 vota, apo 9%.
Për të kaluar dhe në bashkinë e fundit, në bashkinë e Tepelenës, ku në garë ishin 2 kandidat, Gabriel Guma, kandidati mbështetur nga Partia Demokratike që mori 928 vota, apo 22%, dhe Gramon Sako, kandidati Partisë Socialiste që mori 3261 vota, apo 77.8%. Ka qenë ky rezultati i zgjedhjeve në 5 bashki, të cilat u votuan dje për kryetarin e bashkisë, një mandat që do të jetë i kufizuar deri në vitin 2027, kur mbahen edhe zgjedhjet e rregullta për të gjitha njësitë e qeverisjes vendore në Shqipëri. Ka qenë kjo panorama e fundit e gjithasaj çfarë ka ndodhur ditën e djeshme, ku tashmë rezultatet janë bërë zyrtare, dihet kush janë fituesit, pritet vetëm certifikimi i rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe 5 kryetarë të ri të bashkive të nisin punën e tyre. Ne do shkëputemi për një hapësirë publicitare për të rikthyer dhe për të folur për të tjera zgjedhje, ato që u mbajtën ditën e djeshme në Kosovë, po ndryshe nga Shqipëria, ku rezultatet në 5 bashki dolen vetëm në mëngjesin e sotëm. Në Kosovë, brenda 2 orësh pas përfundimit të procesit të numërimit, rezultatet diheshin dhe fituesit e zgjedhjeve po ashtu.